Një skandal i rëndë është tentuar të fshihet në Kaçanek. Një epror i lartë policie, një deputet i Kuvendit të Kosovës dhe një biznesmen. Ata kanë tentuar të shantazhojnë, poshtrojnë dhe friksojnë zyrtarët policorë në detyrë. Një skandal i rëndë është tentuar të fshihet në Kaçanek. Në këtë rast janë përfshirë emra të njohur, një epror i lartë policie, një deputet i Kuvendit të Kosovës dhe një biznesmen. Eprori është i njohur me Novkën Reksi, deputeti është Enver Hoxhaj dhe biznesmeni është Bujar Bela. Sipas burimeve të gazetës Insider, ata kanë tentuar të shantazhojnë, poshtrojnë dhe friksojnë zyrtarët policorë në detyrë. E gjitha kjo për shkak të një gjobe. Me 9 korrekt 2025, në orët e vona të natës, një patrullë policore mori një thirrje për një muzikë të zhurmshme që shqetësonte banorët e një lagje të qetë në Kaçanek. Në pamje të parë, një rast rutinë. Por sapo zyrtarët mbërrin, gjithçka mori një drejtim komplet tjetër. Nga brenda shtëpisë u dëgjua muzika që po tonte muret. Por përtej asaj dere ndodhishin njerëz që mendonin se ligji nuk i prek ata. Persona që ishin brenda nuk e fshehen as pak arrogancën e tyre. Ata ju thanë policëve se atyre ishin epror të lartë dhe se nëse patrulla nuk largohej menjëherë do të nxjerrnin nga puna me një telefonat të vetme. I pari që doli jashtë sipas burimeve të Insiderit ishte biznesmeni Bujar Bela. Me tone përçmuese ai refuzoi të ndalte muzikën. Ju afrua policëve i dehur dhe i sigurt se ligji e mbron atë dhe njerëzit të poshtatshëm që ka përreth. Tash e thrasim në shefat e juve dhe ju qesim krejt prej pune. Ishin fjalë të rënda, të mbushura me plot përbuzje dhe kërcënim të hapur ndaj zyrtarëve policorë të cilët kishin për detyrë ta respektojnë ligjin. Policët nuk u sprapsën. Ata kërkuan që të zbatohej ligji dhe të shqiptohej gjobë për prishje të rendit dhe qetësisë publike, por refuzimi i tyre për të tërhequr ndezi zemrimin e atyre që ishin brenda shtëpisë. Nga dera dalin edhe persona të tjerë, të dehur filluan të ofendojnë policët me fjalor të ulët. Në mesin e tyre deputeti i PDK-s Enver Hoxhaj ndërhyri në konflikt. Në vend që të qetësonte situatën, ai sipas dëshmive u rreshtua hapur për krah biznesmenit që po sfidante ligjin. Ai u drejtua policëve me fjalët: "S'bën me denu ju bujarin, ju se dini kush është Bujar Bela, largoni kadale, mos ndodh ndonjë problem këtu." Për çaste më vonë tensioni u rrit edhe më shumë. Në vend ngjarje u shfaq një burr me rroba civile që filloi të ulëriste ndaj patrullës, duke kërkuar që ata të largoheshin nga vendi i ngjarjes, duke tentuar të tregojë fuqinë e tij. "A e dini kush jam unë? A e dini që u qes pri pune? Kush jeni ju që vini e ndalni muzikën e Reksit?" Burimet tregojnë se ky person ishte Recep Siarina, i njohur si Reksi, një epror i lartë policie. Ai, madje sipas dëshmitarëve, është përpjekur të afrohet fizikisht zyrtarëve policor për të ndaluar nga deputeti Hoxhaj. Në atë moment, policët zgjodhen të kryejnë punën e tyre. 3 gjoba u shqiptuan dhe rasti u raportuan në Inspektoriatin Policor të Kosovës. Policia e Kosovës e ka konfirmuar rastin zyrtarisht për gazetën Insideri, duke deklaruar se bëhet fjalë për një aheng shoqëror dhe se janë shqiptuar 3 kundërvajtje për prishje të rendit dhe qetësisë publike. Por për shkak të pranisë së zyrtarëve policor të rangut të lartë në ngjarje, është njoftuar menjëherë edhe IPK-ja për të tetuar çdo përfshirje të mundshme në lidhje me këtë rast. IPK-ja në përgjigjen e saj ka konfirmuar se me 10 korrekt 2025 ka pranuar informacione për rastin dhe pretendimet për përfshirjen e një eprori policor. Rasti tashmë është dërguar në Departamentin për Menaxhimin e Ankesave. Insideri ka kontaktuar edhe palët e përfshira, biznesmenin, eprorin e policisë si dhe Enver Hoxhaj, mirëpo ata kanë refuzuar të përgjigjen në pyetjet tona.